Vendimi që pata marrë që në 2023, për ata që nuk janë familjar me sistemin zgjedhor, është në Tiranë, garohet me sistem majoritar për kryetarin dhe me sistem proporcional për këshillin. Që do thot, me 5% të votave, ku është paka shumë margji ku ne mund të shkojmë, ne mund të marrësh një ose 2 këshilltar bashkiak. Me 5% ose dhe me 40% ose 45% votave për kryetar bashkie janë vota të çuara dëm. Dhe ne nuk e kemi marrë kur përgjegjësinë për të thënë njerëzve, na votoni që ne dukemi bukur, por këto vota nuk prodhojnë asnjë lloj përfaqësimi. Kështu që për këtë arsye edhe në 2023, edhe tani, duke ditur se ku jemi, kemi vendosur që mos të futemi në garën për kryetar bashkie. Atëherë ngelet çështja, kë do mbështesim. Opozita ka 1001 halle, është në pikën e vet më të vështirë. Por ne jemi në opozitë. Nga aktorët që janë në opozitë, unë nuk mund të mbështes Flamur Nokën. Nuk e mbështes dot, edhe sikur të ishte kandidat. Florian Binen po e ka më të lehtë, sepse nuk i përket, nuk është funksionar i PD-s dhe është një njerëz cilin unë e njoh dhe mund të dëshmoj që është aktivist, është edhe si gazetar, ka bërë një rol dinjitoz. Këtë mendonin dhe aktivistët e tjerë disposturje, për hir vërtetës e hodhëm në votim se ishin 3-4 kandidat, 95% votuan për Florian Binen. Dhe kemi shku me këtë vendim, kemi bërë publik, dhe ma që mundësi sa kemi, do ta mbështesim për shkak të asaj që ai përfaqëson. Okej. Pedro, tash një gjë për Flori nuk mund ta thosh që nuk është një personazh popullor. Kjo është pak po e sigurt. Pastaj do flasim ndoshta në pjesën e dytë edhe për kualitetet dhe çfarë kërkon Tirana sot. Por unë mendoj që Flori, pavarësisht që unë dhe shumë kolegë mi, edhe për arsye që kemi shpjeguar, nuk e konsiderojmë daljen e tij si dalje e një kandidatit pavarur, për shkak se ai në mënyrën se si rrodhen gjërat, sigurisht ai ka i profilin vet politik. A mendoni që nisur dhe nga rezultatet e Tiranës, qoftë në 11 maj, pavarësisht se morët një mandat më shumë Tiranë, por nga shifrat dhe nga përqindjet, kjo mund dali një garë më shumë se sa e kishit menduar? Unë nuk mendoj kështu dhe gjithmonë kam konsideruar që gara Tiranës është e mbyllur dhe prandaj duket sigurisht një betejë 1+5. Dhe 5 bashki mund të kishte, po them, diskutim sepse s'kishin dalë emrat akoma për të shpresuar opozita në ndonjë rezultat pozitiv. Tani, Tirana sigurisht që ka nevojë që në krye të bashkisë të ketë një personalitet, i cili nëse ne krahasojmë me strukturën qeveritare, patjetër që po themi në një karrierë normale politike mund të bëhet një herë dhe kryeministër, por të paktën është tek niveli i zvendës kryeministrit. Pra, ti je kryetari i Bashkisë së Tiranës ose i çdo kryeqyteti tjetër në botë, je në një nivel shumë të lartë politik. Nivel ministri patjetër, po. Patjetër ministri, po unë them është më shumë se sa një ministër. Ti je në Bashkinë e Tiranës. Është gjysa kryeministrit. Që do të thotë... Njerëz të rinë larg kësaj sindromit. Kur një parti politike e madhe... Kjo i ka marrë nga 2 veta. Merë përsipër, po themi, pretendimin për të fituar Bashkinë e Tiranës, duhet që të përfaqësohet me një nivel shumë të lartë. Që do të thotë jetë niveli lartë politik, po nga ana tjetër me një përvojë të padiskutueshme dhe të provuar administrative. Dhe prandaj Partia Socialiste zgjodhi Ogerta Manastiriun sepse sigurisht që i garanton të dyja këto standarde. Nga ana tjetër, duke parë dhe profilin e saj brenda Partisë Socialiste, është një profil me natyrë konsensuale. Pra, një figurë shumë e moderuar në komunikimin e brendshëm dhe që natyrisht ka dhe meritën e fitores në Tiranë sepse e drejtoi ajo fushatën e fundit zgjedhor. Doktori thotë që duhet paditet për krime kundër njerëzimit, nëse s'gaboj. Zoja Manaseliu për atë që Berisha e quajnë. Do flasim dhe për doktorin. Tani e ke fjalën për doktorin. Jo flas për rolin që thotë Berisha ka luajtur Zoja Manaseliu gjatë Covidit. Tani kandidati që ka zgjedhur Partia Demokratike, para për mua nuk është i pavarur,
është një infiltruar nga familja Berisha, sepse a i duke qënë, po themi, me atë profil që dhe ju e thatë dhe natyrisht e njohin gjithë, praktikisht ka qenë pjesë e televizionit familjes Berisha. Ka punu në televizionet tjerë. Dhe është... Ka punu dhe këtu ku ne po flasë. është kjo televizionit familjes Berisha me tjetin program. Po nuk është kandidati i ABC-s. Pse? Nuk është kandidat. Pse Piranjat ka punu edhe në Top Channel. Këtu janë hapur. Tani, po flasim për aktualitetin. Jeni gjë i familjes Berisha. Sepse po flasim për aktualitet. Dashuria ime për doktorin është e njanshme. është vetëm nga unë tek ai s'ma ka kthyer kur. Po pra. Po kështu janë dashurinë përgjithësi. Kanë dhe dramën e tyre brenda. Po Petro. Pra, thash, është infiltruar si një kandidat, po themi i Partisë Demokratike, por gjoja i pavarur. Nga ana tjetër, nëse marrim seriozisht pretendimin se kërkoj një kandidat i pavarur, kjo çfarë dëshmon? Kjo dëshmon që Partia Demokratike ka ngritur duart përpjet, është dorëzuar. Dhe i gjithë ky diskutim dhe ky proces, po them i gjatë në kuptimin që nisi në momentin që po bëj gati për të filluar një fushat zgjedhore e pjesshme, dëshmonte se Partia Demokratike po përpiqej që të gjendet dikë për t'i veshur qyrkun e humbjes. Nuk është se edhe këtë kandidat që kanë zgjedhur e kanë vënë për ta fituar, por e kanë vënë për t'i hedhur qyrkun e humbjes dhe për të larë duart nga përgjegjësia e humbjes. Dhe prandaj thash që gara e Tiranës ka qenë qysh në fillim e mbyllur. Prandaj nuk vlen shumë diskutimet, fushata patjetër do të jetë shumë aktive, pavarësisht kësaj garancie Partia Socialiste do punoj sërish, do vërë në lëvizje gjithë mekanizmat e saj demokratik, organizativ, elektoral, për të fituar, sepse nga njerë kjo garancia fitores mund të vërë në gjumë energji të caktuara pjesëmarrëse në zgjedhje, sepse rreziku gjithmonë për një parti që e ka të garantuar fitoren është mos pjesëmarrja në maksimum e zgjedhësve, e mbështetësve të vetë. Okej, më duhet shkojmë një ndërprerje të shkurtër, pse Iliri qeshëm i siguri ka diçka për të thënë. Shkojmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe flasim pikërisht për cilësitë e dy kandidatëve, Manasir Liut patjetër, të Flor Binajt, dhe patyshim det personi tjetër që pret dhe shikon nga dy anët, Arlin Qorri. Rikthehemi pas pak.